Kemi mbritur në studio dashumiq, vijojmë të mbetemi në Mirëmëngjes Shqipëri në këtë pjesë të tretë ku do të fokusohemi në fakt tek një temë mjaft interesante dhe një target group në fakt i rëndësishëm për shoqërinë tonë, siç janë edhe maturantët, të cilët me përfundimin e maturës janë përballë një zgjedhje se ku duhet studiojnë, çfarë profesioni duhet zgjedhin, edhe të tjera detaje si këto. Padyshim që ka një këshillues karriere që së fundmi në fakt është bërë pjesë e trendit të kohës ku ata marrin shpesh këshilla se ku duhet studiojnë dhe çfarë degësh duhet të zgjedhin. Megjithatë, ne do të kemi kënaqësinë ta diskutojmë sot në studio pikërisht këtë temë. Kemi kënaqësinë të themi mirëmëngjes së bashku pedagogës Majlinda Keta, mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes dhe ditë mbarë. Kënaqësi të kemi. Dhe gjithashtu Alfonsina Myrteza, maturante, mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirë se u gjeta. Dhe është gjithë një kënaqësi Zushketa, se ne jemi mësuar të trasim kështu dhe për fatë në mirë kuptimin tuaj na e pranoni. Të flasim për temat cilat ka një rëndësi për, jo vetëm për brezin tonë, po dhe brezat e ardhshëm, kur flasim që të rinjt janë ardhme e këtij vendi dhe ata shpresa për ta përmirësuar këtë vend. Por, për të përmirësuar vendi do duhet që secili nga këta të rinj të zgjidhë korrekt profesionin e tij në mënyrë që t'i përafrohet dhe tregut të punës. Deri tek tregu i punës, vështirësia është shumë e madhe në përzgjedhje, apo jo? Si qasen ato, çfarë sfidash përballen maturantët për të zgjedhur profesionin dhe a kanë informimin e duhur në raport me çfarë ofron tregu i punës? Të falenderoj që pikërisht në këtë moment shumë të rëndësishëm të maturantëve ju bëni një mentorim rreth zgjedhjeve të tyre, për faktin se, siç e thatë dhe ju, lidhet me të ardhmen e sigurt në këtë vend ose jo në këtë vend, karriera e tyre e mëpasshme akademike. Sot, ashtu siç tha Flori, ne jemi me një strukturë të shtuar brenda sistemit arsimor. Për hir të së vërtetës dhe thënë në të drejtën e vet, është një arritje. Unë nuk mendoj se kjo maturë do të ketë përfituar maksimalisht nga cilësia e këshilltarëve, mentorëve të këshillimit të karrierës. Për arsye se në vitet e mëpasshme ne do të jemi shumë më të kujdesshëm në sistemin arsimor që ky këshillim të mos i vi maturantit, por të vi në moshë shumë më të hershme. E para dalje e suksesshme e profesionit të secilit prej nesh është ajo ku shkojmë drejt klasës së 6. Klasa e 6 deri në të 9, nëse në shkollat 9-vjeçare tona do të ketë përsëri një mentorim të këshillimit karrierës, do të jetë zgjedhja e parë suksesshme drejt shkollave të mesme. Tashmë të gjithë ne jemi bindur që sistemi ka zhvilluar një profil të shkollave profesionale, bashkëngjitur modeleve më të mira të botës, siç është ajo e hoteleri turizmit, siç është ajo ekonomike, e ristrukturuar në mënyrë kurikulare tani, të cilat do të çonin në mënyrë të suksesshme studimet e universitetit më në bindje dhe më në siguri, pasi nga gjithçka që unë njoh dhe bashkëpunoj me këto dy shkolla, studentët atje, nxënësit atje, pothuajse rekrutohen në punësim që në vitin e 2 të shkollës mesme apo të 3 të shkollës mesme nga zhvillimi i vrullshëm i turizmit në Shqipëri apo nga elementi ekonomik menaxherial i marrëdhënieve publike që kërkojnë hoteleria sot në Shqipëri. Por futja në shkollën e mesme është një mentorim që shkon përtej zgjedhjes së një profesioni. Më tepër është një mentorim që krahas shërbimit psikologjik, social, por dhe koordinatorit të cilësisë në shkollë, do të bënte që ekonomizimi i mendimit të gjithë të rinjve tanë jo domosdoshmërisht duhet shkojë drejt universiteteve. Pse them këtë? Nuk vlen një diplomë në universitet kur ti lufton për pesën. Për mua as për 6-ën. Nuk është më koha që ti jesh i sigurt të kesh një karton dhe kjo të bëj ty dhe prindit e tu të sigurt. Kjo pjesë duhet rregulluar me politikat që besoj duhet të rregullohen. Nuk mundet më që 5-a dhe 6-a... Duhet të rregulluar ashtu edhe në aspekt të mentalitetit të individit. Patjetër. Por nëse neve do të vejmë një vendimarrje me VKM që nën këtë mesatare, nuk mundet të liberalizosh pa kufi të shqyesh dyert të universiteteve. Pse? Një kom nga universiteti përgatit elitën e vet, intelektualizmin e vet. Dhe gjithë e dim, nëse vjen me një 5, me 6, edhe me 7 nga shkolla e mesme.
nuk bëhet, nuk shkon vlera e shtuar më tej, sepse e dim të gjithë që shkolla e mesme është një bazament së cilës ti nuk i kthehet. Çfarë do rikthej një student i vitit të dytë, ku nuk njeh historinë, gjeografin, ku nuk di të shkruaj shqip eksakt, dhe unë ta fus në rrugën e intelektualizmit, është vetvrasje. Por të rim në eficiencën e shkollës mesme. Po, ku do i qërë në këta të rritja? Absolutisht. Të drejtën për të patur një profesion? Profesioni nuk merret e dashur vetëm në universitet. Sistemi duhet i përgjigjet me një investim tjetër. Danimarka, Norvegjia, ka ato që quhen shkolla para universitare ose kurse para universitare, ku studentët shkojnë marrin njohuri përkundrejt prirjeve të deklaruara në shkollën e mesme dhe studenti e provon veten në një grup lëndësh të cilët pretendojnë të jenë në universitet dhe shikon e mban apo nuk e mban. Sa herë kemi diskutuar bashkë, si mundet bëhet një mësues matematika apo fizika apo kimia apo biologji i suksesshëm kur matematika e shkollës së mesme është në nivelin 7. Është absurde. Është absurde. Prandaj këto kurse të bëjnë që nëse ti provon veten dhe nuk e mban këtë lloj ngarkese që do të kishte një universitet në të ardhmen, nuk do futesh. Në mos merr kreditet dhe investojnë kualifikim për atë që quhet shtresë e mesme e popullsisë. E qartë. Ndalemi pak te Alfonsina, me qenë se kemi në studio, për të kuptuar kështu edhe botën e brendshme të një adoleshenti, edhe dëshirat e prindërve, edhe sinqeritetin që ato kanë. Nga ndonjëherë, kur jenë në moshën e tyre, dhe këtu marr shkas të kujtoj dhe veten time që jemi pak të papërgjegjshëm për atë që ne do zgjedhim të bëjmë në të ardhmen. Dhe mund të priremi ndonjë nga një dëshirë spontane, nga një këshill që na japin prindrit për të vazhduar për të studiuar. Dikur të paktën kështu funksiononte. Po sot Alfonsina, si ke vendosur ti të studiosh? Ke marrë për bazë këshillat e prindërve, ke dëgjuar ndonjë këshillues karriere, do ndjekësh atë çka thot zemra, pra për të kuptuar në fakt edhe procesin e një maturant. Në fakt, neve në çdo gjimnaz të sotëm ekziston këshilluesi i karrierës, siç e thamë më parë. Na ka këshilluar në gjimnaz, por më tepër kam dëgjuar edhe prindrit, kam parë edhe prirjet e mia. Ekziston akoma në çdo gjimnazist që të ketë këtë pjesën e ndikimit nga prindërit. Që pse të gabojmë, kur kemi parë edhe më përpara këto ndryshesa, këto gabimet që kanë bërë maturantët e mëparshëm. Që kështu mendoj që është më së shumti përshikimi i prirjeve që mund të kesh për të zgjedhur një të ardhme më të mirë. Për shembull, kush është prirja jote, ose çfarë mendon se ti ke më shumë aftësi për të zgjedhur në të ardhmen? Dhe a shkon paralel dëshira jote me dëshirën e prindërve? Normalisht prindërit e mi më kanë thënë që në fillim që mund të zgjedhësh se çfarë të duash, por më kanë thënë në momentin që unë desha pediatre, më thanë që nuk do mund të kesh një jetë më vete, një jetë sepse pediatria është një lëndë e vështirë, një profesion i vështirë. Po, tek mjekësia ka shumë vite studimi. Ka shumë vite studimi, shumë pjesën e stresit, sepse fundja fundit ke në dorë jetën e një personi tjetër, një fëmijë. Përgjegjësiria shumë e madhe. Dhe më pas që kam shumë dhunti te pjesa e marketingut dhe te pjesa e administrimit të biznesit, pasi e provova disa muaj në verë për duke administruar një biznes me vllajin tim. Edhe mendoj që kjo është ajo që ke gjetur shinat e duhura për të mund të gjesh veten. Bukur, kjo është një formë zysha, apo jo? Pra ti e teston veten tënde. Kjo është një mrekulli dhe të gjitha këto, Flori edhe Mati, duhet të dokumentohen tek këshilluesi i karrierës. Të gjithë duhet të raportojmë kur kemi përvoja të tilla. Pse? Këshillimi i karrierës, sapo e tha vajza në mënyrë ekselente, është një duel mendor midis prindit dhe fëmijës. Dhe këto këshilltar karriere në shkollat e mesme duhet ta logjikojnë veten, jo vetëm që do këshillojnë fëmijën, por dhe prindit në seanca të veçanta. Pse? Sot nuk ka kohë asnjëri të mos ekonomizoj dhe mendimin dhe paran. Po. Sepse nga të dyja vjen siguria. Dhe nëse neve krijojmë atë rutinë të punës që këtu gjej me vend të them që fakulteti i shkencave sociale duhet marrë liderin e drejtimit të kualifikimit të këtyre koordinatorëve të karrierës, edhe për faktin që kemi një përvojë me Zvicrën dhe Zvicra hyn në ato vende ku ekonomizimi është në maksimumin e vet, neve do të bindim më mirë të rinj për të shkuar, sa bukur e tha, në dëshirën time e ka menduar në ëndër veten pediatre.
Po prindi ka menduar për te ëndrës e një profesioni, për ëndrën e jetës, është prind, e ka detyrim. Edhe i thot, kujdes, është një stres, është 24, kërkon vite pune, i thatë ju, e plotësuat shumë bukur. Por nga ana tjetër, vajza thot, jo, unë do shkojmë bas një praktike të sigurt, kjo tregon që kurikula e shkollës mesme, gje rastin të hedhim një ide të re, duhet shkoj drejt formave të internshipit që në shkollën e mesme në vitin e 3. A quhet internship? A quhet punë vullnetare, nuk ka rëndësi. Shqipëri si ka ardhur koha që testimi i aftësive praktike të fëmijës të vi në vitin e 3 të gjimnazit. Ta provoj që në semestrit të parë, në semestrin e parë. Dhe për mua, si majlind, përsa kemi folur vite e vite këtu bashk, do t'ishte futja e vullnetarismit. Ta atashojnë për të bërë një punë vullnetare të jenë, jo internship. Internshipi ka më shumë sens kur shko në shkollën e lartë, edhe biles egzakt në master shkencor atje. Dhe ky vullnetarizëm do t'i bëjnë që i mirë menduar lokalisht, ku foqia e drejtorive rajonale arsimore të jetë në maksimum, Ministria e Arsimit të jetë në një bashkëpunim ekselent me ekonominë, inovacionin, që këto të mos kërkojnë ku ta bëjnë, po ta ketë shtetit gatshme hartën ku të shkojnë të bëjnë vullnetarizmin dhe punën në komunitet, ato do të vinë me një eksperiencë që, sa po e tha në mënyrë shumë të mençur vajza, që kur e provova veten dhe isha i suksesshme, thash, pse jo? Unë edhe studioj dhe do të bëj një biznes me vllain tim. Kjo është një siguri që do të na vijë mbasi. Të investojnë në universitetet për cilësinë e koordinatorëve të cilësisë, nuk është mësues do si do ai që koordinon dhe mentoron këshillimin e karrierës. Të gjithë e dim neve. Janë me gishta një jetë ku ti fut, po ka se një kush të problem mentoron. këtu, se është shumë i rëndësishëm këshilluesi i karrierës, pa tjetër, dhe unë jam pro dhe mbështes që duhet, e mbështes edhe sugjerimin që thatë ju, që duhet jetë më intensive dhe të formohet nga shkenca sociale e tjere. Por, çështja është që edhe ai këshilluesi i karrierës duhet jetë kaq i qartë edhe nga politika qeverisë, të kuptoj si do ta orientoj atë maturantin për tregun e punës këtu apo për tregun e punës jashtë, për universitetet shqiptare apo për universitetet jashtë, apo ato të binjakzuara. Domethënë, këtu ka edhe një tjetër paqartësi. Ke shumë të drejtë. Dhe kjo duhet zgjidhur. Të falenderoj se kape një hallk që neve s'duhet ta harrojmë. Universitetet duhet gjenerojnë pafundësisht informacione drejt shkollave të mesme. Nuk me një ditë të hapur tip fasade, shkojmë, vizitojmë edhe hikim, jo. Duhet gjenerojë tamam informacioni që juve thatë, ku të tregojnë të gjithë mundësit dhe të gjithë eksperiencat e dala nga këto mundësi që kanë universitetet. Për të thënë një të vërtet të madhe dhe po mos ta thes do isha qetë me emisionin sot. Shikoj dhe ndjek shumë nga këto sidomos shkollat private që thonë, fitoj universitetin kaq dhe aq, kjo mori kaq dhe aq, i rreshtojnë dhe numrin e universiteteve jashtë. Do t'i drejtojsha gjithë prindërve shqiptarë. Bota dhe përgjithsisht sistemi akademik global është kthyer në një biznes. Është kthyer në një biznes në gjithë botës, biles që na afektoj ne kjo që një hata e madhe. Se neve tani, akoma pavarësisht se mbyllëm universitetet kioska, duhet vazhdojmë me mbylljen. Se ndryshe do... Për mua po. Sepse ka akoma ta tillë që depersonalizojnë, nxjerrjen e një diplome pa shkuar ti fizikisht për të provuar, shijuar, emocionuar, se çdo me thënë auditor në leksion dhe seminare dhe paralelizon në diplom atë studentin që është shumë i rregullt. Dhe këtu ne dëmtojmë të ardhmen e intelektualizmit dhe elitarizmit në vend. Se këto si e sigurojnë këtë rrugë, sigurojnë dhe karrierat nga partitë politike që i hapin thesin, mbyllin thesin me këto karriera. Dhe unë do t'i thoja prindërve, jo gjithçka e zaurohet duke studiuar fëmia jashtë. Sigurisht është një krenari e gjithë shkollave, që një fëmijë aplikon dhe fiton atje. Po le të bëjnë një bilanc, sa prej tyre vijojnë për të marrë bursa siç e merr ai vendasi atje. Ngrihen barierat një mbas një. Universitetet shqiptare kanë cilësinë e duhur. Pse e them këtë? Kush nga ne se provoi që kur doli jashtë, ato karrierat e suksesshme kanë ardhur dhe nga studime. Por student të shkëlqyer në universitetet tona, publike dhe private. Në disa dek privatet kanë krijuar ca përsi që janë pa diskutueshme dhe domosdoshme për tregun tonë. Por po të mendojmë se nëse mendohet që ky fëmijë këto investime i merrte për të ardhmen e vet jetës dhe cilësinë ta provonte në mastera,
Në programin Erasmus, që duke progresuar ne drejt antarësimit do t'jetë edhe më i fuqishëm për të rinjtë tanë, unë do t'i bëja thirrje që le t'i mbajnë pranë vendit se universiteti është një emocion i fortë, gjithë e kemi provuar. Të luftosh dhe për shtëpinë, dhe për ushqimin, dhe për një punë të dytë, edhe për një tjetër, është një strapacim mendor, emocional, por edhe siguri dhe pas siguri brënda vetes. Sikur se Shqipëria ka domosdoshme që ekselentët i vetë t'i çojnë në ekselenciat botërore, por nuk mbaron rruga me 3 vite bachelor. Rruga shumë e gjatë, përsa ko sot universitetet, unë kam në auditor në master, zonja 52 vjeç, zotri 50 vjeç, i kanë baruar gjithë ciklet e jetës, kanë marrë një përgjësi, ristrukturohen në mendësi duke u përshtatur me karierat e veta për të krijuar atë sigurin deri në fund. Sot, të mësuar i gjithë jetës duhet na prinë çdo gjë. Prandaj, ajo mençuria e maturantes tonë të përkthehet pak edhe për pjesën e politikave se çfarë duhet ndryshojmë në kurikull, dhe jemi në momentin e dur, tashmë sapo shfaqur korniza e re kurikulare, ka një ndryshim nga ajo para 10 viteve ku në 22-shin në PISA e dim vetë si dolëm ne. Le të fusin dhe këto element që këto praktika që këto i testojnë në mënyrë personale, në mënyrë shumë të mençura, të vinë të institucionalizuar dhe jam e bindur që Shqipëria do jetë më e pëlqyeshme për shumë të tjerë. Nuk kam asgjë me ato që vendosin studiojnë jashtë, as me ato shkolla që krenohen. Mos kemi folur kohë, zyshe. Ta pyesim Alfonsinë njërë se mos do të na ikë jashtë. Jo, unë personalisht mendoj dhe kam vendosur që të vazhdoj shkollën këtu në Shqipëri. Mendoj që kanë potencial. Dhe derisa të marrë bachelorin, në qoftë se Shqipëria është më emancipuar pak më tepër në lidhje me diplomën që të njihet më tepër jashtë, mendoj që pse jo ta vazhdoj dhe masterin këtu. Edhe në qoftë se nuk është bërë ajo akoma, gjë që uroj që mos jetë kështu, normalisht duhet ta vazhdoj jashtë, detyrimisht me pak fjalë. Pra do gjesh alternativa të ndryshme. Alternativa në të cilat mua mund të më njihet një diplomë, të kem diçka në CV-n time. Akreditimi i universiteteve ose njësimi diplomës edhe ky mbetet një problem vete. Vërtet Shqipëria ka arritur së fundit në shkuar marrëveshje. Ka arsimit tani, para prini vetë. Po tani, sepse është një dhimbje edhe mballës që edhe unë edhe Flori e përjetojmë, sepse vërtet i kemi fëmijë në klasë të 7, po kalojnë vitet shumë shpejt dhe do duhet që edhe ne si prindër të orientohemi drejt. Pra, po thoja që vërtet Shqipëria për fatin e mirë të saj, ka arritur të nënshkruaj disa marrëveshje për universitetet të rëndësishme, si që është Kolegji i Europës në Shqipëria, apo edhe marrëveshja memorandumi me Francën për shkollën 42, sa i përket edhe projektimit dhe kodimit, por është një hap, po jo ai që ne duhet të kemi sa i përket të rëndësisë që kanë diplomat tona. Nuk vjen pranvera me një lule. Jo. Nga njëherë lulet vinë për geopolitik, si që janë në rasti kolegjeve, se ne kishim një institut studimeve europiane, që kemi shumë të mrekullueshëm. Dhe të mundoni të jeni përmbledhur zysha me 1 minutë, sepse na kanë dalë titrat. Problemi i universiteteve është që atë që ju thatë, të mos ketë më marrëveshje mes universiteteve që të shenjojnë historinë e një rektori që nis firmose dhe del aty dhe u bë. Jo. Duhet shkojmë drejt të diplomave të njësuara. Dhe duhet kuptohet mirë nga gjithë leadershipi universitar, që tashmë nuk jemi në kohën e fasadës dhe për të numëruar marrëveshjet, nëse një student në fakultetin tim nuk e di fare se çfarë marrëveshjesh ka fakulteti im, se çfarë marrëveshjesh ka Universiteti i Tiranës, se sa këto mund të konvertojnë në mënyrë të barazvlefshme me universitete si motra në Europë apo Gjetiu ku pretendohet të vihet firma, nuk kanë vlerë. Dhe kjo është një hap që duhet vetë ndërgjegjësoj, elementet e akreditimit, që me thënë drejtën unë di departamentin tim ne na u dash të heqnim dorë nga një akreditim 5 vjeçar të bachelorit në filozofi për të ristartuar me një tjetër me filozofi sociale, sepse janë kompetencat që kërkon bota, tregu globale dhe vendor që duhet të jenë të tilla. Dhe duhet ristartojmë në element akreditimeve të reja qasur, po mbi gjitha në diploma të barazvlefshme me Europën. Ama kjo mos tjetë pjesë e zyrtarëve dhe krenarive të rektorëve dhe të atyre aparatçikëve, burokratik brenda atyre, po të shkoj ke studenti i fundit, ashtu si e thamë për shkollën që duhet ta ditë çfarë mundësish, dhe në universitet duhet jetë në mënyrë kapilare informacioni, me qëllim që Shqipërisë t'i mbeten më shumë të rinj, jo për faktin se
Na duhet rinohet se s'ka Shqipëri pa rini. Po edhe për faktin se këto do Edhe të t'jenë shijojmë ata babalarët dhe fëmijë. nënat e ardhshme dhe do jetë një vimësi që s'do të cënohet dhe ne s'do kthehemi në azil. Ne mund të metemi një vend i rinuar siç kemi qenë. Patjetër. Faleminderit Zysha që ishit me ne në Faleminderit studio. ju për të nisjet Faleminderit mrekullueshme. Alfonsina, shumë suksese në përzgjedhjet Faleminderit. e tua dhe suksese edhe në aprovimet e maturës. Shumë Sidomos Serben Brot. Faleminderit të nderuar shikues për vëmendjen për gjatë këtyre 3 orëve. Ishte e gjitha për sot, nesër avazi në orën 6.